Emri Allahut El Afu ka lidhje të forta me një nga netët më të dashura tek Zoti, nata e Kadrit. Profeti alayhis salam lutej: Zoti im, ti je mëkatfalës, e pëlqen faljen, prandaj na fal neve. El Afu rrjedh nga folja afe, e cila ka dy kuptime. Njëri kuptim është që të japësh dikujt me vullnetin e lirë, nga pasuria jote halal pa të kërkuar. Kuptimi i dytë është fshirja, zhdukja dhe eliminimi i gjunaheve. Kështu emri El Afu do të thotë ai që i fshin gjunahet, shenjat dhe gjurmët që lën këto gjunahe. El Afu është një lloj sikur nuk ke vepruar gjunah, pasi të është falur dhe të janë fshirë edhe nga regjistri i veprave të tua. Le të imagjinojmë një fletë të mbushur me gjunahe dhe të meta dhe në krah të secilës prej tyre ndodhet ndëshkimi që Allahu i Madhërisëm ka caktuar për çdo që vepron atë gjunah. Në fund të kësaj flete shkruhet: personi që ka vepruar këto gjunahe nuk do të ndëshkohet për ato që ka vepruar. Kjo fletë është prezente dhe të kujton ato që ke vepruar, edhe pse Zoti i Madhërisëm t'i mbulon dhe nuk të ndëshkon për to. Ky është emri i Zotit El Gafuru. Në një fletë tjetër, të gjitha gjunahet që ke vepruar dhe në krah të tyre ndëshkimi për secilin. Ajo që ndodh është se kjo fletë riciklohet dhe kthehet e bardhë siç ishte më parë, duke fshirë të gjitha gjunahet që ndodheshin të regjistruar. I tillë është emri i Zotit El Afu.